Franca do të ndaloj pirjen e duhanit në plazhe, parqe, oborre publike dhe stacione autobusësh prej të dielës, njoftoi qeveria e këtij vendi. Dekreti i publikuar në Gazetën Zyrtare të shtunën do të ndaloj pirjen e duhanit edhe jashtë bibliotekave, shkollave, pishinave dhe synon mbrojtjen e fëmijëve nga duhanpirja pasive. Në dekret nuk janë përmendur cigaret elektrike, ndërsa ata që shkelin ndalesën do të përballen me gjobë prej 135 eurosh. Duhani duhet të zhduket nga vendet ku ka fëmijë, deklaroi Ministrja për Shëndet dhe Familje Catherine Vautrin në maj, duke përmendur të drejtën e fëmijëve për të thithur ajër të pastër. Hapësirat jashtë kafeterive janë përjashtuar nga ndalesa, raporton Radio Europa e Lirë. Sipas autoriteteve franceze, çdo vit në këtë shtet vdesin 75.000 njerëz si pasojë ndërlikimeve të lidhura me duhanin. Sipas një ankete të realizuar së fundmi, 6 në 10 francezë, 62% janë për ndalimin e pirjes së duhanit në ambiente publike.